Gjykata më e lartë në vend zgjedh udhëheqës të ri. Kryetari i ri i Gjykatës Supreme u zgjodh Afrim Fidani, duke zënë vendin e kryetares së deritanishme Besa Ademit. Fidani për kryesues të Gjykatës së lartë u zgjodh me 8 vota pro dhe 5 kundër. Ademi ishte gjithashtu kandidate, por mori vetëm 2 vota. Mandati i saj ka përfunduar në shkurt të këtij viti dhe më pas ushtrues detyre ishte Xhemali Saiti. Fidani ka qenë gjyqtar i Gjykatës Supreme që nga viti 2017. Ndërkohë nga viti 1990 deri në vitin 1996 kishte punuar në pozicione ligjore administrative. Nga 96 deri në vitin 2005 ka punuar inspektor republikan për punë në Inspektoratin Shtetëror të Punës. Nga viti 2005 deri në vitin 2007 ka ushtruar funksionin e sekretarit të komunës së Vrapçishtës. Nga 2007 deri në vitin 2011 ka punuar si avokat me zyre në Gostivar. Në vitin 2011 është zgjedhur gjykatës në gjykatën e apelit të Shkupit dhe në 2017 është zgjedhur gjykatës në gjykatën supreme dhe tani ka pozitën më të lartë të sistemit gjyqësor. Ish kryetaria e Supremes Besa Ademi disa herë ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të iniciativës për shkarkimin e saj të iniciuar nga antari i Këshillit Gjyqësor Milazim Mustafas. Ky i fundit e akuzonte Ademin për shpërfillje të detyrimeve të saj si antare e Këshillit Gjyqësor, pasi ajo nuk kishte marrë pjesë në një seancë pa justifikim të arsyeshëm. Ndërsa më pas gjatë një interviste ajo kishte folur për presione politike ndaj gjykatësve të Supremes. Këshilli Gjyqësor pas shqyrtimit të raportit të Komisionit Evropian vendosi që ta ndërpresë procedurën e përgjegjësisë për Ademin, duke i lejuar që ta vazhdojë funksionin si kryetare e Gjykatës Supreme.